për pjesën e kadastrës. Më herë dhe disa sisteme online, ne një pjesë jemi avokat dhe kemi praktiku pjesën e dokumentacionit dhe shkëmbimin me institucion shtetëror. Kam përshtypjen për shumicën e veprimeve online në përmjet e-Albanias ose në përmjet sistemeve tjera online dhe me tatimet dhe me kadastrën, është dyfishuar ose është trefishuar koha e kthim përgjigjeve të këtyre institucioneve ndaj qytetarit. Këtë e kam me praktik. Në të kundërtën, kur shkojnë në sportel, çështjen e zgjidhen në një kohë më të shkurtër se sa pavarësisht se mund të prisje pak, harxhoje pak orë kohë fizike, por pritja ishte më e shkurtër se sa kthimi përgjigjes, e cila sot është me afate, dhe për të kapur afatet 15 ditore, 30 ditore, institucionet i zvarrisin dhe më gjatë dhe të kërkojnë dokumentacion dhe ta shtrinë në kohë gjithë përgjigjen që duhet t'i japin qytetarëve, dhe mendoj që digitalizimi ka sjell dhe këto efekte duke parë administratën që aplikon